NASA ofron $3 milion kush i riciklon jashtëqitjet e astronautëve në hapësirë. Administrata kombëtare aeronautike hapësinore amerikane, njohur si NASA, po kërkon $3 milion për çdo që propozon teknologji për të zgjidhur një problem të pazakontë, riciklimin e jashtëqitjeve njerëzore në hapësirë. NASA ka kërkuar propozime për mjete teknologjike që do të bënte të mundur riciklimin e jashtëqitjeve, urinës dhe të vjellave të astronautëve në hënë dhe gjatë fluturimeve të gjata në hapësirë. Aktualisht janë 96 thas me mbetje që kanë mbetur në hënë nga astronautët e misionit Apollos, edhe qëllimi është të largohen mbetjet sa më parë. Teknologjia e zgjedhur do të përdoret në misionet e ardhshme hapësinore. NASA është e përkushtuar ndaj eksplorimit të qëndrueshëm të hapësirës, ndërsa programi për misionet e ardhshme të hapësirës njerëzore do të kemi nevojë të shqyrtojmë se si mund të zvogëlohen rrjedhat e ndryshme të mbetjeve, duke përfshirë mbetjet e ngurta, si dhe mënyrën si do të ruhen, përpunohen dhe riciklohen në një mjedis hapësinor në mënyrë që pak ose as pak mbetje të kthehen në tokë, ka shkruar NASA në faqen e saj të internetit. NASA është në fazën e parë të shqyrtimit propozimeve, derisa ekipi fitues do t'i ketë $3 milion shpërblim.